Vim pas pak në mam me një tjetër personazh I cili do të ndërfej rrugtimin e prindërimit, I cili ka qenë me ulje, ngritje, ashtu si kundër është për secilin prej nesh. Përpara se duhet ju falenderoj ju që na ndiqni javë pas jave dhe ju lutem të bëni subscribe në kanalin Orinda Uta për të na komentuar, ndjekur më tepër, për t'ju kujtuar se kur është episodi I radhës apo videot që ne hedhim dhe pse jo, për të lënë komentet tuaja dhe për të na sugjeruar. Një falënderim special shkon për Lejthiza dhe Dino Rios që na mbështesin javë pas jave këtu në mam. Fillojmë. Dhe gjithë frika ime e më përpashme që e bëja temë diskutimi dhe në shkollë, ishte që fëmia im mund t'ishte me autizëm, kjo ishte frika ime më e madhe. Po pse e kisha unë këtë frikë? Sepse na ishte servirur që autizmi dhe fëmijët me autizëm vuajnë, nuk janë të lumtur. Ndërkohë që Mudiani ma provon çdo ditë e çdo sekondë që nuk është ashtu. Historia e saj fillon si histori e shumë nënave që ne kemi pasur në mam. Me një pasion për psikologjinë, ëndra pafund dhe kur flas për psikologjin, një pasion që ndoshta ajo nuk do e dinte që do hynte në punë një të ardhme në aspektin personal. Njëkohësisht për një mami e cila u bë mami në kohën e lockdownit, e cila ka pasur vështirësitë e veta, por ashtu si kundër edhe diagnostikimi me autizëm për djalin e saj. Po flasim me Mimozën në mam për të gjithë rrugtimin e saj, edhe si mami, por edhe si psikologe. Faleminderit që në mam ditën e sotme. Faleminderit shumë për ftesën. Në fakt do nisja nga psikologjia, si një dëshirë që ti e ke pasur, si një pasion, që nisi fill pasi ti ndërpreve një rrugtim me juridikun, 3 vite, ndërkohë që ti studioje, vendose që nuk e doje më atë shkollë, por ama kishe vokacion për një tjetër shkollë, siç ishte psikologjia. Ma trego pak këtë rrugtim tëndin. Ishte, mendoj që ishte prirje, pra prirje dhe thirrje njëkohësisht. Thirrje, po. Pse kisha që në 8 vjeçare, që në gjimnaz, që në atë kohë nuk ishte fare e njohur, njerëzit nuk dinin shumë rreth psikologjisë. E kisha dëshirën për të studiu, për të kuptuar më shumë, lexoja goxha shumë libra jashtë shkollor, dhe mendoj që edhe nga kjo më lindi dëshira. Pastaj dëshira u pjek, pra nuk ishte thjesht një dëshirë e një fëmie apo një adoleshenti, dëshira u pjek më tej. Fillova juridikun, siç ishte trendi asaj kohe, ishte trend. Ne fillova juridikun, por nuk e gjeja dot veten, e shtyva kështu me çtyr. Për ca vite? Për 3 vite. Ca vite, 3 vite nuk janë fare pak. Dhe vendosa që nuk ishte për mua, se dhe sikur ta mbaroja, sikur të bësha çfarë supozoja të bëja, nuk do e bëja dot si profesion. Nuk doja të bëja. Kur e ndërpreva, nuk është se fillova direkt shkollën, pra nuk e kisha gati, unë thjesht nuk doja gjë. Psikologjia ishte on the back of my mind, pra ishte gjithmonë aty. Aty, po. Por në kohën e vet, gjithçka ndodh në kohën e duhur. Drejt. Pastaj ne u zhvendosëm nga Shkodra, erdhëm në Tiranë para 12 vitesh pak a shumë, dhe këtu fillova dhe punë që s'kishin lidhje me profesionin, kuptohet se s'kisha një profesion. Fillova punë të ndryshme dhe aty vendosa nga sot nesër të bëj një kërkim për shkollat e psikologjisë, por isha fiksuar që ta bëja në privat. Nga që mendoja të do isha më të jepej ajo që ti meritoje, do ishte më e këndshme, ta themi. Pra do shijoje rrugtimin, që ta shijoja tamam, se isha dhe 25 vjeçe, pra doja diçka tamam, jo thjesht një diplom për ta pasur aty në xhep. Edhe vendosa nga sot nesër ishte vendimi që do filloja psikologjin. Po. E fillova në privat, shumë e kënaqur, çdo ditë. Mendoj që ndikoi mosha, pasioni, shumë gjëra bashkë, ndërkohë dhe punoja dhe studioja, por s'm ka pengu asnjëherë. A kishe menduar ndonjëherë që ti do e përdorje një ditë në aspektin personal psikologjin? Them drejtën,
gjithë njerëzit, thuj se gjithë njerëzit ishin çfarë të duhet psikologjia, s'do hash bukë me të, këto shprehjet e përhershme. Klishe. Po, që në një farë mënyre merrnin formë, merrnin të drejtë, sepse ashtu ishte para ca kohësh. E drejtë. Dhe unë thoja, ishte shpreja që e thoja shpesh mamit sidomos. Shiko, unë du ta bëj për vete, du ta bëj për fëmijët e mi, për familjen time. Kur mbetesh shtatzan? Kur ishe në vitet e fundit? Ishte viti fundit. Ishte viti fundit i masterit kur ngela shtatzan. Si të kecit shtatzania? Shtatzania është shumë mirë. Asnjë problem, isha shumë aktive, pra bëja shkollën, punën, ecja goxha, ishte shumë shtatzanie mirë. Ishte ndishesha në një klinik private, bëja rregullisht gjitha gjërat dhe gjithçka ishte në rregull. Nuk kisha problematika. Drejt fundit pastaj nuk është se kisha problematika, por gjithsesi u drejtova pak për ta bërë me cezarian. Okay. Pra, ishte zgjedhje. Dhe unë bëja dhe këtë shakan me doktoreshën, se më thonë të si do ta bësh. Po, disi do e bëj, këtu e kam frikë, po, disi do e zgjedhim. Dhe vendosëm që do e bënim me operacion, pra me cezarian. Ishte dëshirë personale, vendim personal? Ishte i sugjeruar nga doktoresha, gjithashtu unë nga që kisha dhe pak problematika me ankthin, asë kohë kisha goxha me frikë, me frikë kisha të dyja, si që thash, por është ideja që unë pysja, cila është që mund më ndikoj më pak, pra cilën mund ta përballoj më mirë. Pra zgjodhe atë, pastaj. Por nuk ka qenë ndonjë situatë thjeshtë edhe për ty edhe në sallën e operacionit apo jo? Si e kujton në atë luftën me anktin, atë luftën për të bindur tjetrin që unë po kaloj një vështirësi aktualisht, edhe nuk po egzagjeroj këtë anktin që po shfaq. Dhe unë ndroj, para se të zija vend, ndrova dhe disa doktorë, se thjesht për mënyrën e komunikimit, se jam njëri që kam nevojë të di shumë, bëj shumë pyetje, por jo, pra, bëj pyetje jo të të bezdisem, po dua të di, dhe as të të hyj në profesion, po dikush mund ta marrë dhe si bezdisje dhe nuk e ka mënyrën e komunikimit, pastaj unë nuk ndihem e sigurt. E kuptoj. Dhe zura rehat në kuptimin që përgjigjen dhe gjitha, por në fund prap kisha përballjen me ankthin. Pra ishte e vështirë ajo para përgatitja, pritja, mbaj mend që ishte shumë herët, isha e para. E para, që do futeshëm. Dhe nuk po gjeni njerëzit aq herët ishte, pra si ishte akoma, si ishin mbledhur. Dhe ajo para përgatitja të fut goxha. Akoma kur e kujtoj, e kam shumë të qartë ndjesinë që ke para operacionit. Se gjithsesi, nuk po heq një dhëmball, është një operacion. E vërtet. Pastaj ajo spinalja, që për mua ishte e dhimbshme, ca njerëz thonë nuk është. E pati të dhimbshme? Unë e pata shumë të dhimbshme, spinalen. Pastaj në momentin që të shtrin aty tek tavolina ajo ndjesia e impirjes. Po, e gjithë trupit, po. Shumë të freskët, Është shumë e freskët, ajo nuk do largohet një herë, po. Ajo ndjesira e impirjes, ajo më shkaktoi goxha panik. Edhe fillova të lutesha, më bëni një qetësus. Ndërkohë që nuk po merrja shumë, kisha nevojë për pak më shumë ngrohtësi, thënë drejtën në atë moment. Kisha nevojë për pak qetësi. Dhe nuk e pata këtë lloj asistent? Jo. Deri në atë pikë po, aty ku kisha më shumë nevojë nuk e pata. Çfarë mendon ti edhe si profesioniste sot në këtë pikë, sepse kjo është një gjë që ne kemi dëgjuar edhe herë të tjera, që në atë moment le të themi mamit, ata që asistojnë në një ambient të tillë, ndoshta nuk janë aq empatik sa duhet, le të themi, ose ndoshta nga mungesa kohës, ose sepse stafi aq është, kupton? Po çfarë mendimi ke ti në këtë rast? Mendoj që nuk e marrin seriozisht shëndetin mendor. Mendoj që nuk kanë informacion mjaftueshëm. Po. Më ka qelluar një rast tjetër para 7-8 vitesh që shkoj në urgjencë dhe atëherë kisha bërë apendicitin, kam pak eksperjenca me operacionet. Dhe i them, të lutem më shiko plagën,
sepse më duket se kam kaluar një atak paniku dhe dua të shikoj se si mos i kam bërë. Qa gjëndje jam, po. Dhe më tha, a doktoresha, infermier, nuk e di çfarë ishte, po më tha, çfarë është ky, më tha. Okej, e kuptoj. Kështu që nuk e di, është diçka që mbase ditët e sotme mund të kenë më shumë informacion ose nuk e mendojnë serioze mjaftueshëm. Nuk e marrin seriozisht, nuk e marrin seriozisht. Të thënë, kësaj nuk i rrezikohet jeta. Ne po bëjmë aq sa duhet për jetën, për gjendjen fizike dhe jemi okay. E kuptoj. Ndërkohë që mua ajo gjendje emocionale mund të ndikote për gjithë pjesën tjetër të jetës. Shumë e vërtet. Kështu që këtë duhet ta marrin çik më seriozisht, kur një pacient, kur një i thot që jam në një moment të keq tani, duhet më ndihmosh, dhe mos ta marrin si përkëdhelje, sepse tani e marrin si përkëdhelje dhe më quajtën dhe frikacakes, po e them termin e përdorur tamam, po edhe frikacakët ta ngjeshën. Ja tregoj që në fillim, po jam, po hajde më mo tash. Kam nevojë për këtë. Fatmirësisht nuk ndodh gjithmonë. Kam prap eksperiencën e fundit tek në shtet dhe ishte gjithçka shumë perfekte. Pra doktori që më merrte me të mira, fliste, më shpjegonte, 2 anesteziste që më vinin aty te krevati dhe më thonin, më shpjegonin me detaje. As kisha nevojë, unë s'kisha nevojë për raketa. Pra kisha nevojë të më thuhet, më jepej siguri dhe informacion. Dhe ashtu qetësoja veten. Sepse zakonisht ankthi qetësohet me informacion. Djali do të vinte në ditën kur ne u mbyllim të gjithë. Po, djali erdhi me 11 mars. 11 mars ishte dita e parë e lockdownit. Kishin ardhur gjithë njerëzit që prisnin jashtë aty, u kthyen gjithë. Po gjithë se nuk lejoheshin. Nuk lejoj asnjëri. Pastaj u bë lockdown gjatë kohës që unë dola nga operacioni dhe Linda u bë totalisht. U kriju një gjendje paniku. Infermiere që shkonin, vinin me vrap, unë kollitesha një çik, masken. Po edhe sikur ta kishte çdo bëja. Dhe u kriju, ishte një gjendje paniku, ajo, qa po ndodh, unë sa kisha hap sytje edhe kështu pak si... Po, jeni një botë tjetër në atë moment. Po, fikrisht. Dhe ndenjëm 3 ditë, 3 net dhe 4 ditë vetëm në spital. Okej. Po kisha ndihmën e infermierëve, gjithë kohës. Po si shqiptar që jemi, kemi edhe çik zor me shtypat butonin kështu. Hajde për çdo lloj gjëje. Si shkuan ato net? Ishin të qeta në spital? Po, mbaj mend që Elia gjithmonë muzikë, vazhdimisht non stop, 24 orë. Me xhirin, djali e kapi më një herë apo patet pak probleme? Jo, pati probleme. Po. Pra, pati probleme, kisha që të mbledh një qik, se operacioni dhe nuk vjen direkt, vjen pak më vonë. Më ndihmonin mamijat aty, por Diani nuk ishte fare ndihmu. Sa e vendosja në gjia, ai fillon të bërtiste shumë, nuk donte. Më këshilluan që t'i jepja me shiring, që mos ta mësoja me biberon, por kur shkuam në shtëpi vazhdonte, nuk e merrte xhirin, thuj se fare. Kur ajo mësua ta merrte xhirin, pastaj ishte pak si vonë se mua miku. Se kishte ikur xhiri. Diku te 2 muaj e gjysmë, ka marrë pra me gji. Dhe si ishin ato muajt, si e pe zhvillimin e tij, kishin çdo ditë me të sidomos në pjesën e parë, sepse duke qenë se ishin lockdown, s'kishin ngadilje fare, do ishe me të gjithë ditën në shtëpi, domethënë. Ishte fëmijë shumë i qetë. Por gjëja që më bënte më përshtypje nuk ka lidhje me autizmin, gjëja që më bënte përshtypje tek ai si fëmijë, qetësohej në shtratin e vet. Gjithë fëmijët qetësohen kur i merr kështu hopa. Ai qetësohej te shtrati. Kishte rehatin e tij, flinte gjumë. Them drejtën, e kam shiju lockdownin, lexoja, kisha kohë për të lexuar, për të marrë me vete, për të marrë me djalin. Për të qetësuar. Ishte shumë okay, nuk e përjetova keq. Asun as djali besoj. Po. Nuk po le themi edhe pjesën e tash të dalunit, diellin dilnin në balkon, po kaq ishte, unë kisha harru me ec. Po gjithsesi për shembull depresionin poslindje nuk ishte pjesë e jotja, domethënë. Kisha shpërthime, zemrimi, por jo depresion jo. Nuk ka pasur. Jo, fare. Se i kishe këto shpërthime?
Tani nuk du të them hormonale. Po. Ishin shpërthime sepse nën e re, gjithçka e re për herë të parë, mendime të ndryshme se si ta trajtosh një gjë në forma të ndryshme dhe po shkonin hallkat në vend, po vendosej balancën. Patë ndihmë ti ato? Po. Kisha mamin dhe bashkëshortin që ishin shumë ndihmë. Me ty. Po. Kur nise të shikoje flamur të kuq të Diane? Tani, unë si natyrë shikoj probleme shumë, dhe kur nuk janë, por nuk gjithsesi nuk ja jap atë energji. Atë energjin pikrisht, se dua të fokusohem vetëm te pozitivet. Ama tani që mendoj, ai belbëzonte, kishte kontaktin social të qeshura dhe çdo gjë i kishte sipas moshës deri nga 8-9 mujsh. Aty vazhdonte ti kishte pjesën tjetër në rregull, por ndaluan, stopuan belbëzimet. Okej. Pra nuk bënte më mama, baba, dada këto. Nuk i bënte më, bënte ndonjë tingull, por që ishte thjesht si zhurmë, nuk ishin belbëzime. Okej. Dhe kjo vijoj, pra kjo gjëja e shikoja dhe te kontakti social. Nëse e kutulisja, qeshte, por nuk e kishte, sikur nuk reagonte me njëherë, nuk e kishte reagimin me njëherë. Pastaj, normalisht që kjo është shumë herët, nuk të dilja në asnjë përfundim, aq herët. Kur për të ecur eci shpejt, goxha shpejt, pra pa bërë 1 vjeç. Okej. Ka ecë. Që lëshohej. Pra që ishte shenjë mirë, pra në... Po, te pjesa motorike. Po. Ishte okej, themi te motorika grosse. Tani, këtu filloi red flags që unë ta kuptoja pak më shumë, sepse kur ai po ecte, shikoja veprimet stereotipike. Po. Të tipit, jo vetëm kur ecte, se flapping e bënte edhe më përpara, pra këtë rrahjen e duar. Dhe bëjnë, fëmijët i bëjnë përgjithsisht, po. Kur është shumë i gëzuar, kur qeshte, kur pëlqente diçka e bënte. Po, kur filloj të shoqërohej, ndërkohë që ai filloi teste kur shoqërohej me rrotullime rreth vetes gjithkohës, po ishin rrotullime kështu, nuk lodhej. Unë thoja si merren mend. Nuk lodhej, bënte kështu rreth vetes, rrotullime gjithkohës, edhe këtë pjesën e duarve ose shikimin periferik, se kjo është diçka. Periferik do thotë që shifte, shikonte si me bish syri, pra, në këtë lloj forme. Edhe tani, nëse Diani është në këtë drejtim dhe unë zgjas diçka nga këtu, ai e merr, pra e ka goxha këtë shikimin. Po, e ka goxha. Pastaj gjëja që ishte ma shqetësuesja për mua, ishte kur nuk përgjigjej emrit. Nuk i përgjigjej fare, nuk reagonte fare. Nuk thente kokën. Nuk thente kokën, edhe kur e shikoja drejt për drejt, pra nuk reagonte fare. Dhe kjo ishte një shenjë. Pra, ishte më forta, që fillova të shqetësohesha. Atëherë kapa gjithë librat e psikologjisë dhe njëherë, librat e zhvillimit, duke pa ato tabelat, ato gjërat. Ato që i kishe refuzuar, në fakt, gjatë kohës së studimeve. Është e vërtet. Fokusimi kishte marrë gjatë shkollës totalisht të rriturit, thoja s'dua të punoj me fëmijë, sepse, ku diun, më dhimte, me fëmijët edhe më shumë. Drejt. E kisha shmang kur bënim temat e zhvillimit të autizmit, të çrregullimeve të tjera, të sindromave, gjithçka unë i shmangja goxha shumë. I mësoja sa për t'i mësuar, i shmangja. Pastaj u riktheva. Nuk u riktheva fuqishëm, u riktheva shumë ngadalë. Ne kuptojmë. Sepse është prindi tani, nuk ekziston më psikologe kur je prind. Pra është në... Po. Vjen në vend të dytë. Pra ishte ai momenti kur ti fillon edhe i mohon këto shenja? Po. Ose nuk i sheh, ta themi. Refuzon të shohësh. Refuzon të shohësh. Pra, mua nuk është se më duken fani, edhe tani kur ai bën stereotipit, më duken për qesh. Sepse nuk e marr, e bëri tani këtë duket që është me autizëm dhe jo, mu më duket shumë e këndshme ajo veprimi. Çfarë të ngatron të ty aso kohë? Moza, që thoje që ky vërtet ka këtë sjellje, po ndërkohë ka këtë sjellje tjetër që nuk më qëndrojnë të dyja bashkë.
Më ngatronte shumë, nuk e dija, a nuk di ta bëj një gjë apo nuk do. Okej. Kjo vazhdon dhe sot për shumë gjëra, dhe pse është e diagnostikuar për shumë gjëra, a nuk di apo nuk do. Sot mund bën të dyja bashkë. Më përpara më konfuzonte fakti që ishte shumë fëmijë që kishte qef të përqafohej, që kishte qef ujin, kishte qef dilnim, pastaj mbaroi lockdowni që atëherë vetëm dilnim, rri në tavolinë, është nuk një gjë që le të themi bënte. tipikët, fëmijët tipik me autizëm ndoshta nuk i kanë të zhvilluara, le të themi, si po thua pjesën e sociale, prekjen e ujit, ndoshta e refuzojnë të gjitha. Që ta prek dikush njëkohësisht. Tani unë flas për timin, edhe çdo fëmijë dhe person me autizëm është i ndryshëm, ka forma shumë të ndryshme. Unë studioj dhe vëzhgoj djalin tim. Në marr vesh. Por kam hasur dhe shumë njerëz të tjerë, punoj në shkollë, kështu që kam parë përballje, ke përballje me dhe me persona të rritur, që është shumë interesante për mua se mësoj nga ata, mësoj shumë. Po thua persona të rritur që mund t'i kem në terapi. Janë në terapi, pra, perfekt. Sa doktor vizitua deri në momentin e diagnostikimit? Bashkë me pediatër, neuropediatër. Po, gjithë komunikimi që patë deri në momentin e diagnostikimit. E quam fillimisht në neuropediatër dhe pediatër zhvillimi. Ato na sugjeruan, na referuan tek një psikologe, psikologe zhvillimit, që merrej me terapi, me këtë punë, por djali ishte shumë i vogël. Pra, si fillim ishte më shumë ajo çështja e të folurit. Gjithë kishin pak merakun e të folurit, po unë merakun kryesor të kisha të kuptuarit. Pra aty ishte, se harrova ta them më përpara, red flegu tjetër shumë i rëndësishëm që nuk më kuptonte. Okej, nuk fliste, nuk nxjerrte asnjë fjalë, por nuk më kuptonte. E kuptoj. Dhe kjo është ndrysh nga të mos folurit, është ndrysh nga teoritë që dëgjojmë, unë kam fol 5 vjeç, unë kam fol 6 vjeç, është ndrysh. Është tjetër gjë komplet. Është tjetër gjë. Pra dhe kjo ngatrohej. A është vetëm diçka e të folurit, është pjesë komunikimi, apo është diçka zhvillimi? Po, që kupton apo jo. Pastaj e çova aty tek kjo zonja shumë e mirë, por më dha ca këshilla, më përmendi element të autizmit, por tha që nuk diagnostikohet dot në këtë moshë. Se shumë i vogël. Sa ishte ta? Ishte një 2 vjeç. 2 vjeç? Okej. Pra, unë prap, e them dhe një herë, informacioni jem sa po kishte fillu, nuk është se isha ndonjë eksperte unë, edhe pse në profesion, po nuk isha eksperte në atë fushë. Po se janë të ndara gjërat. Janë të ndara, janë shumë të ndara. Pastaj e kemi quar tek një qendër tjetër, aty i bëra një vlerësim më të thellë. Po, ishte një 3 orë vlerësim, shumë i mirë. Dhe gjithashtu këshilla, gjërat ishin shumë të sakta, dhe aty mu tha që në bazë të DSM-5-s, kësaj asaj testeve vlerësuese që kanë emra të ndryshëm secili, ka element të autizmit. Pra, mu tha, por nuk u diagnostikua. Pra, u tha që ka element, ta shohim, ta punojmë. Ne e kuptoj. Dhe aty filluam terapin, por ishte një nga zgjedhjet logopedia, nuk e zgjatëm shumë, them drejtën, sepse pastaj u diagnostikua, por dhe në logopedi terapi zhvillimi i bënte. Njëkohësisht, si ishte me bashkëshortin, si e folët me njëri tjetrin përpara se të shkonit edhe të përballeshit me lajmin? Po i diskutonim këto shqetësime që kishe. A ishe ti më e shqetësuar se sa ai në këtë pikë? Apo ai ishte më shumë, le të themi, e ngrinë të zërë? Unë jam gjithmonë më e shqetësuar, kështu që. Po, ai ishte ti, domethënë gjithmonë që thoj që më duket sikur ka një gjë që nuk shon. Të shqetësonte ai në këtë pikë? Po, sepse meshkujt zakonisht janë problem zgjidhës, kështu që është mirë në atë moment që të kanalizohesh drejt një zgjidhje. Pra jo thjesht ta mbi mendosh dhe ta
Në marrësh. Ta marrësh si diçka negative, po më qetësonte. Si ishte përballja e parë me diagnozën e tij? Kur Diagnozën- ty të tha që Po, Po. por ka një histori se si shkova deri te diagnoza. Po. Pra unë i kisha gjitha këto, dhe në terapi dhe gjitha, po prap nuk i kishim 100% që është me autizëm, dhe pse unë tashmë e dija. E kuptoj. Pra, nuk ishte më mohim, ose Po. pranim, tashmë e dija. Futa në këtë kursin që bëhet për ABA-n, për terapinë Po. ABA, dhe vendosa ta bëj vetë. Se mendova që do më ndihmonte. Nuk e bëra trajnimin për të punuar Okej. me ABA-n, e bëra trajnimin që të më duhej mua. Okej. Dhe ndërkohë që bëja trajnimin, në çdo leksion, në çdo orë, unë shikoja që ishin elementët, ishin gjithçka aty. Ishin aty. Ishte aty. Trajnimi ishte shumë emocional, shumë i vështirë për mua, sa mbyllja, atë orën filloja. Qaja. Dhe, po, sepse ishte proces. Ky ishte procesi im i përballjes, i pranimit. Pastaj e çova tek personi që më bënte trajnimin, krijova shumë besim dhe e çova aty për të marrë një vlerësim të saktë. Dhe aty, pra më tha, Moza tha, ti e di apo se di? Thash, po e di. Se e di, ja. Ti e di apo se di? Sepse tani po Si të erdhi flisnin, ty ajo pyetje, Moza? sikur mra diçka kështu, një valë e nxehtë në kokë, se sa do po më verbalizohej, po më bëhej realitet. Sa do ishte një përqindje e vogël, jo se është komunikimi, nuk është tamam. Dhe kjo, për mungesë të informacionit, vjen e gjitha kjo. Por momentet ishin shumë të vështira. Ishin goxha të vështira sepse unë po shikoja fëmin tim si një fëmijë me autizëm dhe kaq. Pra unë harrova që po flasim për Dianin. Diani është Diani, ka po s'ka autizëm, pak rëndësi ka. Dhe e gjithë frika ime, e më përpashme, që e bëja temë diskutimi dhe në shkollë, ishte që fëmia im mund t'ishte me autizëm, kjo ishte frika ime më e madhe. Po pse e kisha unë këtë frikë? Sepse na ishte servirur që autizmi dhe fëmijët me autizëm vuajnë, nuk janë të lumtur. Ndërkohë që mu Diani ma provon çdo ditë e çdo sekondë që nuk është ashtu. Të paktën me sa unë arrit kuptoj. Një gjë që më bëri përshtypje në formën se si ti po më shpjegoja, kur po flisnin, që ishte pak problematike për ty në formën se si njerëzit shprehen, ti e kishe shumë problem faktin që shpesh njerëzit nuk dinte si të shprehen sa i përket kësaj diagnoze. Jo për mjekët, po flas për mjekët, por njerëzit të përgjithësi, dhe këtu duhet bëhet një lloj ndërgjegjësimi kur ne themi autik me autizëm. Kjo të prek shumë, ë? Pse? Kjo është diçka personale, pra në momentin që them me autizëm, unë shikoj një person që ka një autizëm, pra një gjendje, një lloj gjendje. Mund të ketë dhe diçka tjetër, nuk funksionon kështu vetëm me autizmin. Por kur thua autik, më duket sikur ti e harron që ai është një person dhe ja vesh diçka, pra një etiketim, për më tepër që në Shqipëri fjala autik përdoret goxha për Në konversacion të keq, po. ofendim. Po. E drejt, në vërtet. Më jep një ndjesi, më bën një lidhje negative, ndoshta vetëm nga fakti që e kam dëgjuar shumë që e përdorin për ofendim. Kurse me autizëm, pra me grip. E kuptoj. Ka autizëm, ka grip. Më duket më e lehtë. Më e lehtë. Më Më e lehtë thjeshtë. për sjell. Po. Nga ana jote. Dhe nuk e përcakton personin. Është prap personi. E kuptoj. Ti fillove të shikoje që djali nuk fillon të ta lidhte objektin me funksionin. Kjo është dhe një tipar. Po. Dhe kjo punohet shumë në terapi. Po. Dhe sot dhe që nga ajo ditë. Pra, kjo ishte të kuptuarit, hynë edhe kjo se si ndërvepron me lojrat. Me lojrat, me njerëzit, me ambientin përreth. Dhe ai
për shembull ka pas një shef të madh, kishte një biçikletë, e sillte përmbys dhe vetëm i bënte rrotës kështu, gjithkohës. Okej. Pra dhe sjellje përsëritse. Pra e bënte rrotën ose mundohesha t'ja shpjegoja duke ja treguar, duke ja demonstruar funksionin e një loje, por nuk e bënte dot, e merrte dhe e vendoste këtu tek pjesa sensoriale, se ka shumë të ndjeshme Të ndjeshme. këtë dhe tek faqja. E kuptoj. Pra, dhe terapia orientohet goxha shumë që t'i mësojmë funksionin e gjërave. Cila është mosha zhvillimore e ti sot që flasim? Herën e fundit që i kam bërë një rivlerësim ishte para një viti, të thënë drejtën, ishte 18 muajsh. 18 muajsh. Po. Por në fakt djali është Pothuajse 6 vjeç. pothuajse 6 vjeç. Po. Por, me gjithë respektin e mundshëm dhe i besoj shumë, janë të bazuara në shkencë dhe çdo gjëja. Ama, nuk e njeh dot si unë fëmijën. Që rri gjithë ditën, po. Pra, aspektin social, për shembull, nuk ja njeh dot, nuk e vlerëson dot për një orë. Ti e vlerëson bazë atyne që them unë, se ashtu funksionon dhe vlerësimi, logjikisht. pra, merret prindi Në në pyetje. pyetje. Po. Por mendoj që, tek pjesa kognitive, të themi tek njohja dhe këto, tani, sepse ka kaluar dhe një vit dhe ka goxha ndryshim, mund t'jetë tek 2 vjeç, 2 vjeç e gjysmë. E marrë vesh. Që është shumë E ti qa më okej kujton për të një mua gjë, e kam tani. pasur edhe mama të tjerë të ftuar në studio që kam pasur jo problematika të fëmijëve me autizëm, por problematika me smundje të tjera, edhe duke arritur drejt diagnozës me mjekët, këtë gjë më tha njëra prej tyre, tha, unë e dija që ai nuk e kishte atë sëmundje, tha, dhe nuk doja që ta shkruante në kartel, tha, sepse duke shkruar në kartel mund të vinte një damk në të ardhmen, tha. Dhe në fakt ashtu qëlloj, sepse unë isha gjithë ditën me fëmijën tim, tha, dhe si e njihja unë, tha, si e shikoja unë, tha, mjeku që shifte për 30 minuta në ditë, tha, që bënte ekzaminime, tha, nuk e kuptonte, tha, dhe në fakt doli ashtu si nëna e kështë provuar, doli që fëmija nuk kishte diagnozën që mjekët donin t'i vinin në fakt gjatë atij procesi. Që është shumë e rëndësishme në fakt kjo etapë a mund bëhet në një ndryshim, a e ke folur ti me mjek të gjë, se si mund bëhet ky ndryshimi, se si le të themi kur keni ndarë eksperiencat mes njëri tjetrit. Tani është e rëndësishme dhe ku bëhet diagnostikimi. Ku merret diagnoza, ku bëhet vlerësimi? Në mjek, në psikiatër për fëmijë, në neuropediatër apo në psikolog, që bashkëveprojnë dhe me mjek. Në shumicën e rasteve, por ka raste që nuk bashkëveprojnë dhe vlerësimin e merr nga psikologu. Gjithsesi, është një procedurë e saktë, pra është një Do ndjekë, le themi, një protokoll, sepse janë testet e gatshme. Por mendoj që për fëmijët, sidomos në moshë shumë të vogël, që nuk ja bën dot gjitha ato testet, do ishte mirë që të zgjatej në kohë, të mos bëhet shpejt. Pra, unë do mendoja që diagnozën ta marr pas një jave që fëmijën tim e ka parë ditë për ditë. Ta themi, do ishte idealja. Do ishte shumë mirë. Pra jo me një herë, pra, pasi ti e ke parë me herën e parë, dhe ti japësh me një herë. Pavarësisht se për një profesionist themi të vërtetë nuk është e vështirë ta diagnostikosh. I ka shenjat, por nuk është ideja ta dia është me autizëm apo jo. Për shembull shkallën e autizmit. Përcaktimin, po. Ajo mendoj që duhet jetë shumë objektive, por ndërkohë bëhet goxha subjektive. E kuptoj. Në vlerësim. Unë pas diagnostikimit e dërgova për merak, për si ta them, e dërgova në Itali, tek një mjek që ishte shumë i mirë, një spital që merrej po me atë punë, ndenjëm gjysë ora aty, pra nuk ndryshonte ndonjë gjë e madhe, dhe më tha, po mirë, tha, ti pse ke ardhur, më thonë. I thash, thjesht për një mendim të dytë, për një opinion të dytë. Dhe ai më tha që ti e din, më tha mu, vazhdo terapin. Pra, terapia është ajo që të ndihmoj. I thash se kisha dëgjuar atëherë, jo po dieta, jo po kjo, jo po ajo. Thjesht me dëgjuar. I thash, po duhet në gjë? Tha mu, ka probleme me tretjen? Jo.
Atëherë tha në rregull, s'ka nevojë për dieta, s'ka nevojë për gjë tjetër. Përveç suplementeve që i japim omega 3, vitamin D, ato nuk janë ndarë ndonjëherë. Nuk ja ke ndarë, po. Por ilaçe mjekime eksperimentale nuk ja kam provuar ndonjëherë dhe nuk besoj që do e bëj pa u vërtetuar diçka. Dhe me qënë se më përmëndi mjekimet, vaksina, është shumë e përfolur për një alternativë që mund t'japja autizëm tek fëmijët. Sa beson ti në këtë tezë? Tani sot nuk besoj te kjo tezë, por isha indikuar. Ajo përkon me moshën 1 vjeç kur bëhet vaksina MMR-ja, nëse zgaboj ajo quhet. Dhe ajo përflitej nga një hipotezë, përflitej shumë që shkakton autizëm, ndërkohë që ne shikonim kishim me rak tashmë tek djali, dhe mjekët vet më sugjeruan të mos ja bëj, pra t'ja shtyj, jo të mos ja bëj fare. Okej, tani, për gjitha mamat, unë nuk ja bëra 4 vjeç vaksinën, ama diagnoza qëndron, pra si ja bëra, si s'ja bëra unë vaksinën, djali është me autizëm. Ne kuptoj. Nuk ka ndikuar, tani duhet ja bëj tjetrën, e kemi shtyr nga virozat, jo se s'do ja bëj. Ne kuptoj. Pra ti, në eksperiencën tënde personale, e hedh poshtë të teori. Eksperienca ime personale, po. Sepse kështu është. Në çfarë beson? Në çfarë teorie beson? Ka një teori që e beson? Është genetike? Këtu fillojnë ndjenjat e fajit tani. Të autizmit. Tani kemi shumë, sepse autizmi flitet nga erdhi, si u shkaktua, gjitha këto. Teoria që mendoj është e vetmja e cila qëndron është genetike. Pra është e lindur. Nuk e shkakton telefoni, për mendimin tim. Se edhe kjo është për të folur ka shumë edhe njerëz me eksperiencë në këtë fushë, unë çuditem më pas herë që e dëgjoj këtë autizmin virtual që është për të qeshur në fakt, se si vazhdojnë a thonë. Nuk e di edhe njerëz me eksperiencë në këtë fushë, është për të qeshur për është dhe turp, për ata që e thonë. Tani, unë të kjo pjesë, mbase nuk jam ekspertja më e madhe e botës, por ka që di që ekrani nuk ndihmon në zhvillim, po si mund të shkaktoj autizëm? Pra, nuk e kuptoj. Mund të pengoj, le të themi, në një zhvillim më të shpejt, por nuk ndihmon që të zhvillohet. Por, dhe këtu kemi diçka ndryshe, sepse djali im ka përsëritur, ka thënë numra, ka thënë fjalë, se unë i vendos ato fjalët shqip, fjalët e para, e lë ti dëgjoj. Dhe në telefon ja lë ndonjëherë, them drejtën. Dhe televizori e ndihmon, pra mund të jetë edhe një ndihmë. Dhe në fakt ne kemi pasur mjekë neuropediatër që e ka thënë këtë gjë. Po. Që mund të jetë ndihmuese në këtë rast. Për herë të parë ja kam dëgjuar zërin Dianit se po përsëriste gjithë numrat me radhë. Edhe mund ta kuptosh pastaj. Në shtëpi. Ja dëgjum zërin dhe këtë e bëri se ja linim ato. E pa në televizor, e pa në telefon. Po. Pra, është një lloj ndihme. Dhe unë nuk po nxis, nuk po them se çdo fëmijë mund të reagojë ndryshe, dikujt mund t'i bëj shumë keq, por kjo është eksperjenca ime. E drejtë. Pra e bëri përsëris diçka. Dhe në fakt, një gjë tjetër që unë dua të prek, ti me ish bashortin tënd, sot që flasim, a ndikoi kjo situatë në divorcin tuaj më pas? Jo, s'ka lidhje fare. Se shpeshherë çiftet thyen para sfidave të tilla. E kuptoj. Po, ndodh, po. Por jo, me ne nuk ishte lidhje fare. Është shumë mbështetës. Vazhdojmë të kemi një marrëdhënie super të mirë dhe me djalin, mbështesë në gjithçka. Jo, nuk ka lidhje. Nuk ka pasur lidhje. Por ti vet, si mami, ke pas ato frikrat e tua që doja dilje vetëm në këtë rrugtim? Është frika më e madhe. Fatmirësisht unë kam mamin, pra që më ndihmon tani. Jetoj me mamin dhe kam jetuar me mamin, më ka ndihmuar gjithmonë. Është bekim se nuk e di realisht si doja bëja, nëse nuk do ishte. Dhe në kopsh që e kam deri në 12. E kuptoj. Unë punoj deri në 4. Kështu që
Normalisht do duhet. Si do ja bëja? Ti ndërkohë që e ke çuar një sistem në pjesën e sistemit të, le të themi, të kopës, në shkollë do e çosh patjetër. Është në terapi Po, pas dite, është në terapi çdo ditë pas dite, janë shpenzime që bëhen në vazhdimsi, gjëra që nuk mbulohen nga shteti sot që flasim. E besoj që mësuesja ndihmëse. Mësuesja ndihmëse. Vetëm kjo. Është momentalisht 1 orë në ditë. 1 orë në ditë vetëm. 4 ditë në javë. Okej. Që për mendimin tim është shumë pak. Por kjo mbulohet. Nuk e di si funksionon tamam në shkolla, nuk e di sa orë, por di që janë të shpërndara. Pra nuk janë gjithë ditën me një fëmijë, mund të jenë 2 orë me një, 2 orë me një tjetër. Dhe kjo është goxha ndihmë. Po. Por idealja për zhvillimin që ka djalim, se po flas tani personale prap. Idealja do ishte që ai të kishte një person gjithë ditën. Që ishte aty me ta. Që të merrej me te, që të nxinte diçka, që të mësonte diçka. Jo thjesht është shumë i menaxhueshëm në sjellje. Pra nuk ka sjellje agresive, të dëgjon, mund t'ja përsërisësh disa herë dhe varet pastaj si e krijon marrëdhënien. Të dëgjon, është i menaxhueshëm. Është menaxhueshëm, po. Por që të mësoj diçka, duhet një person. E kuptoj. Dhe kalimi pastaj në shkollë do të jetë më i thjesht ndoshta, nëse do të ketë më shumë orë. Po, unë po flas dhe për shkollën, nuk po shpresoj që të ketë më shumë për shkollën, që të ketë një person e drejtë. Dhe unë për shembull nga që punoj në shkollë, do ishte shumë ideale që ta kisha tek shkolla ime, por nuk është shkollë publike, kështu që nuk mbulohet pjesa e një shoqëruse. Dhe kur flasim për anën tënde si psikologe, të kanë ndihmuar kjo në përballje në situatë, pra kjo i gjithë profesioni yt, i gjithë ajo, të kanë ndihmuar ta kalosh më lehtë, apo të ka rënduar më tepër se di më shumë se ç'duhet në këtë pikë. Më ka ndihmuar në sa gjëra, më ka rënduar në sa gjëra tjera. Për shembull, më ka ndihmuar tek pjesa e pranimit, sepse fillova të kuptoj ç'a funksionon me mua. Dhe në fillim funksiononte ta thoja, ta verbalizoja, ta thoja me zot lart. Po ja thoja njerëzve që nuk isha dhe shumë e afërt me ta, pra ja shpjegoja si situatë sepse po e dëgjoja veten. Kishe nevojë, po. Po ishte mënyra ime për t'u afruar më shumë. Më ndihmon me pjesën që kam informacion dhe mundohem të kem informacion, se si cilem mund si cilën njerëzit e shtëpisë, çka ka nevojë, tek pjesa emocionale, por më dëmtonte, sepse nuk mund të jem shumë profesionale, më dëmtonte tek pjesa shikoj një fëmijë më të rritur, në klasë të 2 të 3 themi, dhe unë mendoj, ja, kështu do jetë Diani kur të rritet. Ose dëgjoj shumë, po shumë fare këto është autikaj. Kjo të dhëmbë. Pra, kur bullizohen, stigmatizohen, jo, nuk po flas vetëm për personat me autizëm, po në përgjithësi. Dhe them, ndonjëherë them sa mirë që nuk e kupton Dianin, nëse do ja thon diçka të tillë. Por mua si prind, po ta dëgjoj unë, kjo është shumë e dhimbshme. Të ka ndodhur të përballesh me dikë? Jo, por me këto që munduan t'i flasin, nuk e kam problemun këtë pjesë, munduan t'i flasin, ta pyesin, vazhdojnë, ai nuk përgjigjet, ndërkohë një komshi e vazhdon, të si ke emrin, sa vjeç je? Nuk flasim akoma, i thoja unë, okay. Më bezdis kur të shikojnë si për gjynaf, më bezdis kur të thojnë më vjen keq, nuk ka diçka për të ardhur keq, unë e shikoj si bekim, është pjesë e jetës sime, mund të kem delirin që jam e zgjedhur për qenë mami ti, por është, nuk e di, më duket, ose po përdorim termat normal tani, se kush e vendosi për normale, në fundja, po e përdorim. Mua më duket më normal se gjithë normalet tjerë, se është fëmija im. Dhe për më tepër i pari, dhe për më tepër që atë kam, atë njo, atë di. E drejt.
Ti je në kontakt me shumë fëmijë, sot që flasim. A ke në shkollën tënde individ? Po. Që unë takoj, kam një person që është në fakt është e madhe, pra nuk është fëmijë, por deri tani nuk i survejoja sepse kemi sistem tjetër. Është shkollë internacionale dhe kemi një sistem tjetër. Kanë të gjithë po persona shoqërues të themi, që i merr familja. E kuptoj, do të thënë që i sjell aty. Ti detyrohesh bësh dy punë, shpeshherë. Bëj terapi pas dite, pra jam vazhdimisht që... Sepse duhet të sigurosh gjithçka. Më përpara isha edhe në 2 punë të plota. Po. Të ka lodhur shumë kjo gjë? Nuk më lodh puna, sa më lodh fakti që ndihem në faj. Pra këtu ndihem në faj sepse jam në mes 2 zjarreve. Më duhet ta bëj që t'i siguroj një të ardhmë me djalit tim, po ndërkohë djali im po i mungon goxha shumë mamin në shtëpi. Dhe më është dash të bëj shumë kompromise. E kam lënë atë punën që kisha si më fikse, dhe kam punën fikse tani dhe bëj ndonjë terapi pas dite që nuk më merr shumë kohë. E kuptoj. Pra du t'jem prezente. Si çlirohesh nga ajo ndjenja e fajit? Duke i kujtuar vetes që nëse ti je mirë, do jetë dhe ai mirë. Se unë kam ndjenja fajit dhe kur dal. Po. Kur dal pa te. Por prit pak se në drejt, nuk mbaroj jeta, është gjithçka shumë okay, gjithçka shumë normale. Do kemi jetën tonë. Dhe mundohem që të kem dhe kohë për vete. Nuk kam shumë, por mundohem. A u futet ti në ndonjë grup mamash të cilët i kishin fëmijët me autizëm dhe le të themi komunikonin në eksperiencat me njëra tjetrën? Për shumë pak kohë u futa. Pse për pak kohë? Sepse nuk më pëlqen kur vetëm ankohen për sistemin për këtë, për atë, dhe nuk i gjejmë një zgjidhje. Okay. Ose prindrit janë shumë të orientuar tek kemi dëgjuar që ka dalë një ilaç, hajde ta provojmë. Kemi dëgjuar për këtë, kemi dëgjuar për atë. E kuptoj, është shumë okay. Është shumë okay që ti të mundohesh të bësh çdo lloj gjëje për fëmijën tënd. Unë nuk e kam atë qasje. Qasja ime është terapia, suplementet që mund ta ndihmojnë dhe kaq. Pra në qoftë se nesër pas nesër do dali diçka e vërtetuar, do e bëj patjetër. Por nuk jam në kërkim, se më duket sikur kam kaluar në atë fazë pranimi shumë komode. Këto qasjet holistike për shembull për ty janë të përjashtuara. Po, për fëmijën tim po, por e kuptoj shumë mirë prindin që... Homeopatinë, të gjitha këto. Do më duhej shumë kërkim, do më duhej shumë research që ti pranosh, po. Jam tani kohët e fundit, po dëgjoj shumë për mikrobiomën dhe di që është shumë e rëndësishme, po filloj kërkimet për këtë gjë. E kemi përmend pak tek pjesa për genetiken, për analizën genetike, dhe ajo mund të ndihmoj diçka, por jo trajtime që doli të t'jap një shembull. Të gatshme pra. Të gatshme ose që janë përdorur për epilepsi. Tani ka trajtime që janë përdorur për epilepsi. Pra është ilaçi që trajton epilepsin dhe përdoret tek fëmijët me autizëm se mund të pas një farë efekti. Por nuk e di çfarë efekti negativ mund t'i japi. Mund të transferoj. Nuk e di, kështu që po nuk e di ta dhe efektin negativ, nuk e pranoj dot dhe atë efektin pozitiv, se mund të bëj më shumë dëm se sa mirë. E drejt. Si sheh fëmijët e sotëm krahasuar me brezat përpara, se këtu kalojm tek puna jote e përditshmërisë, a i shprehen më shumë ata emocionalisht, qoftë ty, apo qoftë nëpërmjet prindërve, shprehen më shumë apo jo, çdo ditë mbyllen më tepër në veten e tyre? Tani kanë metodat dhe njohurinë për të shprehur më shumë, por janë më të mbyllura. Pra kur i kërkoj që të më përshkruaj një ditë të tyre normale, është dita në shkollë, dhe shkolla jonë është 3 ca, pra kush e di kur përfundojnë në shtëpi, diçka e vogël që mund t'jetë
mund të hanë me prindrit, ose prindrit vinë shumë më vonë nga puna, dhe tablet, device, lojra, dhe mësimet ndonjëherë. Po tek shkolla joni bëjnë në shkollë shumicën e rasteve. Përgjithsisht, po. Po, kështu që ka shumë kohë të lirë për botën virtuale. Për telefonin, për të të ntroç, le të themi, edhe këtë pjesë. Lojrat, YouTube-i, Të gjitha. ajo Roblox që Roblox. në ëndër po mdilte për një farë kohë, E ka diskutoni shumë shpesh. Shumë fare shumë. Çfarë mendimi ndan për të? Le të themi edhe me prindrit, për ta shmangni dot, a gjenden forma për ta zbutur. E para du të ketë gjithmonë parental control, që du të ketë prindi kontrollin se çfarë shikon fëmia. A ndodh shpesh kjo gjë apo? Që e kanë kontrollin. Ndodh goxha shumë, por prap, shikoj një tendencë për ta lënë ndoshta pak më shumë se sa duhet, sepse dhe jeta sot është për familja bërtham dhe kaq, më përpara se më thep ta krahasoj. Më përpara dilnim ose shkonim te gjyshja. Pra kishte një farë sociale. Tani socializimi është vetëm nëpërmjet telefonit, nuk ka socializim live. E drejt, e vërtet. Tani kanë të vështirë fëmijët të lexojnë emocionet në fytyrën e tjetrit, të njohin. Ashtu, Po. Nuk e kuptojnë. E kanë shumë vështirë. Ose gjëja parë që bëja në counseling me fëmijët e vegjël ishte për t'i njohë me emocionet, për t'i mësuar. Se e kishin shumë vështirë t'i vini një emër. Ndoshta ne nuk e dinim fare më përpara se çfarë po përjetonim. Ama dinim të reagonim në bazë të emocionit, pra të që shifnim përballë. Po. Kurse tani kemi konfuzitet këtu. Shumë interesante kjo. Në çfarë moshe mendon se i duhet dhënë telefoni një fëmijë? Pra, varet nga përdorimi, po në rrjetet sociale unë i kam shumë frikë, se kam dëgjuar shumë raste të cyberbullying, të ç'a bëhet. Do ishte idealja mbi 15 vjeç. Do ishte siç po e bën, le të themi, Australia, siç mori vendimin aktualisht flasim. Do ishte shumë mirë se fëmijët para asaj moshe nuk dinë as të ruhen. Po. Dhe për më tepër mund të krijojnë varësi, dhe varësia ndikon. Pastaj e dim se është temë totalisht shumë e thellë, po. Po. Ndërsa për t'i dhënë një telefon në dorë, do ishte mirë të duronim deri 4-5 vjeç. Ne e kuptoj, që të do ishte mirë. Që ta ndihmonim të krijonte vetë, të krijonte lojra. Pra thonë, pëlqen një frazë që thonë, mërzia është nëna e krijimtarisë, pra lëret mërzitet, lëret bëj diçka vetë. Sepse do gjej zgjidhje. Bullizimi, a ka ndryshuar forma e tij? Si e lexojnë fëmijët sot këtë? Po, tani është bërë dhe një çik e tej kalojmë masën, sepse duhet ta kuptojmë fillimisht çfarë është bullizmi, që nuk është kur ndodh vetëm një herë gjëja. Nuk e justifikojmë, e quajmë problem, e zgjidhim, por jo direkt bullizëm. Pra bullizmin e kemi kur dikush targetohet nga një person apo një grup personash në mënyrë të vazhdueshme me qëllim që të dëmtohet. Dhe ka ndryshuar sepse është më i fshehur. Tani nuk bëhet më aq hapur bullizmi, është në mënyra në forma të ndryshme, është në përjashtim, që është shumë e keqe. E përjashtojnë individin. Ose gossip, fillojnë, pra është tepër se në atë moshë fëmijët janë të orientuar, tani punojmë adoleshentët në fakt, janë të orientuar tek shoqëria. Nëse shoqëria do filloj të shpërndaj thashë theme për ty, do krijoj një farë rrethi dhe ty do të përjashtoj, për ty aty është e gjithë bota. Se për adoleshentët ajo është. Më shumë djem apo më shumë vajza? Djem. Djem? Po. Se mendon që ndodh kjo gjë? Tani në primary tek fëmijët e vegjël, sepse nuk pra kishin pak problematika sjelljet, agresiviteti, që është prap një temë e cila duhet studiuar. Fillova ta studioj vitin e parë, nga që hasja shumë. Shumë shpesh. Po, këtë vit kam ndryshuar, merrem me më të rriturit dhe nuk kam më shumë djem, kam më shumë vajza. Por ajo ishte si e përgjithshme e shkollës. Tani, gjëja që po më bën përshtypje kohët e fundit është
fëmijët më thonë, prindrit e mi nuk besojnë tek ankthi apo te depresioni apo. Kjo më ka ndodhur jo 1 dhe 2 herë, por goxha këtë vit. E kuptoj. Tani, është edhe çështje perceptimi e fëmijës, është edhe mungesë informacioni ose komunikimi e prindit. Nuk do të thotë që prindi nuk beson tek shëndeti mendor, por kemi këtë tendencën që ta minimizojmë një problem ose që ta bëjmë inekzistent. Inekzistent, po. Mundohemi të mos i vëmë rëndësi dhe i themi fëmijës. Nuk është e vërtet. Ato shprehjet klishe pastaj që pse do kesh ankth se ti ke gjitha, ti ke bukë për të ngrënë, ke çati mbi kokë. Ndërkohë pse duhet të ketë ankth një fëmijë? Mund vi nga 1 miliard arsye që nuk ka të lidhur fare as me një situatë. Pra mund të jetë është fëmia, është vetë njeriu që çdo lloj gjëje e përjeton në mënyra të ndryshme, është një problematik familjare që e ka prekur ndryshe nga që ka prek prindin, është një situatë me shokët, shoqet, diçka që mendon për veten, për të ardhmen e frika e së ardhmes. Pra, është një listë, nuk ka diçka konkrete, se prindi mendon, jo, po ty s'ndodhi asgjë, pse du të kesh ti ankth, pse du të kesh ti këtë, pse du të kesh atë. Por nuk vjen nga dëshira për ta mohu shëndetin mendor, vjen nga dëshira për ta ngushëllu personin tjetër. Frika jote më e madhe si nën, cila është? Që nuk po bëj mjaftueshëm. Jam gjithmonë nuk po bëj mjaftueshëm. Për shembull, them me vete, pse si bëj unë dot terapinë? Shumë e thjeshtë. Unë ti ta bëj. Unë merrem me fëmijët e tjerë, pse nuk ja bëj dot terapinë, pse nuk kaloj më shumë kohë duke i mësuar gjëra. Dhe këto ishin Kjo është një që të mundon në vazhdimsi, pra le të themi. Vazhdimisht, por si e kam punuar, kam folë dhe me profesionist, e kam shpreh këtë lloj pasigurie, pse nuk ja bëj dot në terapinë. Dhe më kanë thënë që në fakt t'ja bësh nuk është normale, se duhet marrësh rolin e prindit. Plus që unë e shikoj tek vetja, kur mundohem t'ja bëj terapinë e Mirfield vet, prekem shumë. Prekem qoftë se ai nuk reagon siç dua unë apo siç e pres unë, pra është mirë që mos t'ja bësh vetë terapinë fëmijës tënd. Kur nuk ke zemër. Fjala që të përshkruan sot ty. Si e mos, një fjalë që ti, kjo më identifikon. Është approachable. Në anglisht është shumë, si ta shpjegoj në shqip, e hapur. E hapur, po. Dhe shumë e thjesht për të komunikuar. Kjo është mohimi apo pranimi, cili është më i vështirë? Tani, mohimi është një mekanizëm mbrojtës që të duhet shumë kohë të dalësh prej tij. Pranimi mund të jetë pak më i thjesht, por mohimi është realisht mekanizëm i fuqishëm, që është e vështirë të dalësh nga ai. Po. Një gjë që do t'ja falësh vetes. Jo, nuk do t'ja falësh vetes. Do t'ja falësh vetes. Dua t'i fal vetes. Ti thua më dhe je e falur për këtë gjë. Që kam menduar se nuk jam mjaftueshëm. Se nuk po bëj mjaftueshëm. Këtë dua t'ja fal vetes, se në fakt mendoj që po bëj mjaftueshëm. Po. Shumë e rëndësishme. Por dua t'ja fal vetes mendimin tim negativ rreth vetes. E kuptoj. Mëngjes me ankth apo mëngjes me forcë? Mëngjeset i dashuroj, kështu që për mua është gjithmonë pozitiv dhe me forcë. Një ditë së re me forca të reja. Këshilla më e vlefshme që t'ka dhënë dikush? Në lidhje me prindrimin. Të gjithë. Atë që ti e ke marrë dhe e ke përvetësuar, le të themi, si një këshill të mirë. Mos u mundo t'jesh perfekte. Mundoju t'jesh e pranishme. Në vërtet, në fakt. Nuk e di nga mund ta kem dëgjuar konkretisht, por cila është gjëja që të qetëson më njëherë?
Ato ushtrimet e frymëmarrjes janë goxha të fuqishme për mua. Bëj ushtrime frymëmarrjet. Kur mund kem tendenca për ankthin, dëgjoj stoic lessons, më funksionojnë shumë. Meditime, muzikë relaksuese. Si një profesioniste, një mit që do doje ta shembje. Thoya që duhet të shtuket si mit. Në profesionin tënd. Ka jashtëzakonisht shumë. Ka shumë mite. Duke filluar nga psikologu lexon mendjen. Pra, vazhdon të jetë një çik kjo që më psikologjis pak. Më psikologjis pak? Po, një diçka shumë e rëndësishme, që një psikolog s'duhet ketë probleme. Një psikolog nuk duhet jetë i ndarë, nuk duhet ketë ankth. Okej. Do të se ti s'ke rregulluar veten, rregullosh mua. Kështu? Më ke dalë në temë, tipike. Okej. E thon shpesh këtë? Wow. Shumë. E thon shpesh. Pra, edhe kur unë kisha njëherë një atak paniku dhe shkova tek urgjenca, unë bësha ka vetë, pastaj se unë e di qa ka, unë shkoj thjesht për t'u qetësuar. Dhe i thamon, e di që është e çuditshme, por jam psikologe, dhe kaloj një atak paniku. Fillojnë qeshin ato. Po, këtë të doja ta ndryshoja. Jemi njerëz, kemi gjitha. Si nën, çfarë është një e vërtetë që nuk thuhet shpesh? Që nuk tregohet shpesh. Ndoshta sepse kam frikë, ndoshta sepse mund të ndihen të paragjykuar, ndoshta sepse ndihen të cënuar. Çfarë është një e vërtetë që prit pak se kam dhe unë jetën time. Pra, mbase nuk e thon me zë të lartë, mbase nuk e them me zë të lartë, po ndonjëherë mund të ndihem e kufizuar. Dhe është okej. Po. Është okej, thjesht duhet bëjmë balans, duhet gjejmë mënyrat e duhura, por kemi dhe ne jetën tonë. Nuk mbaron jeta kur bëhesh me fëmijë. Një gjë që djali yt ka mësuar. Është fëmia më e ëmbël në botë. Dhe më ka mësuar që mund të kesh një çrregullim autizmi, po mund të jesh dhe i lumtur. Kjo është baza. Pra, e shikon botën, do doja shumë ta shikoja botën vetëm një herë si e shikon ai, por mendoj që e ka botën e bukur. Këtë po mëson djalim, që mund të jetë e bukur. Jo vetëm e themi ato çfarë dëgjojmë neve gjithë kohës. Po. A je më fortë se sa mendoje? Me sa duket, po. Në fakt nuk e mendoja veten të fortë, më thoja gjithmonë nga që kam frikë për gjërat. Kishe frikë se do thyeshe? Po. Por po jam më fortë se mendoja. Je më fortë. E cila është pyetja që nuk do doje të të bënin? A je lumtur? Se? Nuk e di, më konfuzon. Nuk do të thotë që s'jam e lumtur, por kur më pyet dikush a je lumtur, duhet të mendoj çfarë është lumturia, duhet të kaloj në filozofinë, ato mendimet e mia, në shumë sfera, dhe nuk më pëlqen të jap vetëm një përgjigje konkrete. Mund të jem e lumtur në diçka, mund të jem jo shumë tek diçka tjetër. A ke pasur momente thyerje të forta me djalin, edhe thoje, pse unë? Po. Ka pas një periudhë kohe, goxha të gjatë, që kishte problematika me gjumin. Okej. Pra, kjo ishte goxha sfiduese për mua, sepse më duhet ta vija në gjumë duke e tundur kështu, por flinten 2-3 natës. Dhe unë zgjohesha për punë, pra isha totalisht e zauruar, e shkatruar dhe po, më kalonte mendimi. A i fshe lotët nga djali? Jo. Ja. Ke qarë në syrin e ti? Po. Unë mendoj që ai i ndjen gjitha emocionet e mia, do doja të fshija emocione që ati nuk i bëjnë mirë, të tipit zemrim, por lotët, emocionet e tjera janë shumë njerëzore dhe s'do i fshen ndonjëherë. Cili është aktiviteti juaj i preferuar? Të hidhemi, të kërcejmë. Bashkë në këtë. Ka një lodër të preferuar? Jo,
aktivitetet preferuara, jo lodra. Jo lodra, nuk Jo ka, lodra, nuk jo. lidhet me objekte. Jo. Lidhet sa për ta mbajt në dorë, për ta ndjerë këtu Okej. tek, si ta thash tek pjesa sensoriale, por jo. Ka aktivitete, i kam bler një trampolin, Okej. dhe ajo është A ke frikë nga e nesërmja? kam frikë mos më ndodh diçka mua. Se e mendoj, tani është shtuar ajo frika, nuk ka më lidhje vetëm po më ndodh diçka mua vetëm për mua. Ka lidhje po më ndodh diçka mua dhe çfarë do bëhet me djalin. Pra kjo më mundon, ose mami, ka goxha mosh, çfarë do ndodh? E mendoj vazhdimisht. E mendoj shumë. Të ngarkon kjo emocionalisht? Po, më ngarkon dhe më fikson me pjesën e shëndetit, që tut i kem gjitha Në rregull. Tut i kem gjitha në rregull, se pastaj fiksohem, por duhet ta punoj që të mos kaloj në fiksime. Dhe cili do ishte ai mesazh që do i jepe një nënë sot që po të shikon dhe që është në këpucët e tua? Ose që është në momentet e para kur sapo ka kuptuar që fëmia i saj është me autizëm. Nuk është sëmundje, nuk është fundi botës, shijoje, është proces, njihe, mësoje dhe dashuroje. Kaq. Faleminderit që ishe në mamë. Faleminderit shumë që isha këtu.